Gjadin, o bëni ta mem, ose lereni. U kemi thënë murë gjatë e tej, se kjo ka shkare, i kemi pasur probleme të mëdha këtu ne. Pra edhe më përpara ka pasur Kemi pas shumë problem, deri atje që do dhe murë. Nuk kemi thënë atje, bida e dimne ka thënë ai bashkisë. Prandaj shteti të dheri dorë këtu. Se nuk kështë rrugë, po së bë murë, prap do voj shteti këtu. Se kjo ka ujë, shkem ka ujë. Ja kjo që me murë këtu. Pati ai kunati Gjafa Qedës. Dhe me gegeja i lirë qedë që ja muri. E more me skrep, e rëzuon, nuk e bem prap. Ne kemi thënë bej. E bem këke, nga thoshe një qëro. Se e din vetë. Si mundim ja këte kam bërë. Keni frikë se mund të shëmët në segment? Kemi frikë do ikim fshati tërë, të themi hapur neve. Nash milicatorën edhe kemi kojtu, tu do ikim fshati gjithë. Unë po bëj ka që 10, ja dhe kam shmin atje, u kam kojtë komisionë, tërë kam naun në tëre, kam dokument. Ti e di vetë, ti ke aty dokument. Ja ku kam shqitë, urdo shikoni edhe me gjithë sjerë. Problem jemi shumë këtu, qoj moqare, shkuj. Prandaj shikoni edhe veproni mirë se kjo do shkath prap. Këte e them me përgjithësi, janë 76 vjetë, dhe që unë kam hajë në pashpi porrim e qira. Kam 8 vjetë e 2 gjë ka dokumentatia. Mirë, në rregull, mirë. Kjo është shibi sy dhe shikoj vetë, që të themi? Ska asgjë. Vinë sa kalojnë të marrin normë në lekun ata e din, dhe ku vjen puna, urdo, gjuna. Po të kalojnë e makin këtu, ona i fëmija, unë këtu, jam kaloj me këtë, kunatën time këtu, për dita. Par di e kalojnë e këshiren shkëmbej, sot në vëshikoja. Është gjuna. Vini dorë, shumë u falemdej dhe juve, vini dorë se neve jemi në altë matë, nuk i kim dorë. Kjo shëmbje, a ju ka trëmbur juve se mund të dole dhe në segmentet tjera? Po si së të trema hapur, këtu normale, ja tani është hapur kanale, ka hapur veta i boti aty. Si mos të trema, edhe këti ma tanë ka marrë qarja jo, rruga është pa kanal. Një vend që kalon për të Varrezat, një që ne vend të Varrezat, një ditë gjithë do vem atje, nuk i kam vën një tubo, të kaloj ujtë. Si mos të shemet, erë bërgati nga krau poshëm, po iku nga krau poshëm, ledhi iku e gjithë rruga. Ne kemi shpit lartë, nga kam premtuar për të bërë muret atje dhe nuk i bërë, njo këta të partë. Dhe nuk ne kam bërë muret atje. Që të temi mene? Është rrugë e re, po rrugë ekzistuse? Kë rrugë ekzistuse, vlla. Nuk është rrugë e re. Është rrugë ekzistuse, ka qenë rrugë me taban, jo rrugë kështu. Tani, se si iku, nuk e dim. Këtë ujtë e ka hequr, s'bet fjallë fare që ujtë i gjithë këtu, vjen qanë dhe i ka ardhur ujtë këtu, e ka ikur, u req, iku. Kjo është shembull për mungesë kanalizimeve. Normale, pa kanal nuk mbahet asnjë rrugë, unë punoj, ja shtetit punoj, me rrugët punoj, edhe kështu jo. Pa kanal rruga, normale. Nuk mbahet. S'ka gjatë, nderuar edhe juve. Ajo do mur. Ata që bën rrugën ta kishin bërë murin. Ja. Për këtë. Se do kalojnë këtu, hardi e kalova këtu, në tash kjo do bjeri tashun, do bjeri kjo se kishte bërë grop vendi. Ajo ra, ja. Rruga është pa kanale gjithë vëllezër, pikë. Kanalin e donan. Gjithë rruga që është Ata bërë kanalin zvënë më tre. Pra është pa standart e si pas jush? Po është. Rrugë është kjo. Rrugë është kjo pa kanal. Ku do iki ujtë pas pati kanale? Ai kur bie shiu kalon, i gjithë kalon në gjatë. Sot, gjuna. Ata sot i kishin balli kishin. Ta rregullonin mirë dhe Po që ka plasë, shtu të keqe. Rrethorë 11 sapo kemi marrë informacionin që për pjesën e dëmtuar këtu, kemi ardhur bashkërisht me drejtorin e ndërmarrjes, kemi marrë masat për të eliminuar kalimin e mjetëve dhe për fat të mirë që një fat i madh që nuk ka kaluar asnjë makinë ato momente, kemi marrë masat që shikoni edhe vetë kemi vendosur shiritin e sinjalizimit, në një njëjtë kohë kemi derdhur edhe çakullin dy anë të rrugës për ta përforcuar këtë sinjalizim. Mbas kësaj, mbasi morëm këto masa, njoftuam drejtorin, komunikoj me eprorin e tij, kanë njoftuar firmën dhe brenda ditës sot do vinë do bëjnë konstatimi dhe nesër sipas informacioneve që kam do të vi do filloj punën për të ndërhyrë brenda mundësive që na lejon edhe vetë terreni, sepse edhe terreni siç e shikoni është shumë i vështirë. Një fat i madh është që nuk ka pasur njerëz në atë moment brenda në objekte, nuk kemi njerëz të lënduar. Çfarë mendohet ke qenë si arsye? Arsyeja ju e shikoni vetë, relievi është grillë në dy anë, edhe poshtë edhe lart dhe është vetëm për shkak të lagështirës se nuk ka dhe për fat të madh të këtij projekti, kjo nuk është rrugë e re që ti themi gjëra siç janë, është rekonstruksioni dhe ishin planifikuar vetëm shtresat.
se nuk është rrugë e re. Kjo është rrugë ekzistuese. Si fshat. Nuk ka në investim të madh. I dham zgjidhje nëpërmjet këtyre shenjave të sinjalizimit sepse ky është një fat që komunikohet si në hyrje dhe në dalje. Me fjalë vetë fshati ka zgjidhje për të komunikuar me mjetet. Dhe mendoj që brenda ditës së nesme do vijë edhe firma për të vazhduar punën për të eliminuar këtë si defekt. 11 më ka lajmëruar prindrit dhe më kanë thënë për pjesën e murit që na ka rënë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Na kanë shkëputur energjinë muri që ka rënë. Kam ardhur, kam parë, nuk ka dëm kështu brenda banesës. Thjesht vetëm inertet janë ngjitur mbas murit të shtëpisë. Kemi njoftuar bashkinë, kryetarin. Kanë ardhur gjithë dije, kam bllokuar rrugën. Çfarë themi tani? Në banesë ishin vetëm prindrit tuaj? Vetëm prindrit dhe fëmijët. Nuk ka patur as ato mjete në ato moment? Jo, në atë moment, falë Zotit, nuk ka pasur ato mjete. Rruga që janë shi, nuk kemi pasur dëme, me thënë të vërtetën. Sa persona jetojnë në të banesë? Ne jetojmë 8 persona, prindrit, fëmijët dhe ne vetë 2, burrë e grua. Shtëpia duket si edhe është rekonstruuar? Po, para 10-12 vitesh është bërë ndërhyrje në shtëpi. Shtëpia është e vjetër, mbi 100 vjeçare. Është trulli i vjetër. E mendonit ndonjëherë që ky investim i ri, që supozohet që do të cilë zhvillim në zonë të kthehej në një problematik për familjen tuaj? Jo, me thënë të vërtetën, nuk e kishim menduar ndonjëherë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Nuk ngarkojmë dikë me faj. Ja,